8 shenjat që tregojnë se shpirti yt ka jetuar shumë jetë. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë. A keni ndier ndonjëherë një çast kur bota ju duket e njohur, por njëkohësisht e huaj? Ndoshta keni përjetuar emocione, frikëra apo dëshira që duken më të vjetra se vetë jeta juaj. Këto ndjesi mund të jenë më shumë se thjesht intuit, mund të jenë njehona të shpirtit tuaj që ka udhëtuar në për shumë mishërime. Pyetja se sa jetë kemi jetuar nuk është vetëm një kuriozitet filozofik, është një portë për të kuptuar veten në një nivel më të thellë. Në këtë artikull do të eksplorojmë 8 shenja të fuqishme që sugjerojnë se shpirti juaj ka një histori të gjatë dhe si mund të njihni këto shenja në jetën tuaj. Le të fillojmë këtë udhëtim shpirtëror. 1. Ndjenja e mospërkatësisë. Një nga shenjat më të zakonshme të një shpirti të lashtë është ndjesia e të qenit i huaj në botën përreth. Që në fëmijëri, disa njerëz ndihen si vëzhgues në një skenjë që nuk u përket. Ju mund të jeni ndier i shkëputur nga familja, kultura apo edhe nga ritmi i kohës moderne. Kjo ndjenjë nuk është dobësi, është një kujtesë e shpirtit tuaj. Bota mund t'ju duket e nxituar, sipërfaqësore ose e çrregullt, sepse shpirti juaj ka përjetuar epoka dhe të vërteta të ndryshme. Kjo ndjenjë e tjetërsimit shpesh intensifikohet gjatë adoleshencës ose në momente kthese të jetës. Ju mund të ndiheni sikur jeni në pritje të diçkaje, një qëllimi, një personi apo një vendi që ende nuk ka mbërritur. Ky shqetësim është një sinjal se shpirti juaj mban fragmente kujtimesh nga jetë të tjera, duke ju shtyrë drejt një të vërtetë më të madhe. Në vend që ta shihni si izolim, konsiderojeni si një vetdije të zgjeruar. 2. Empati e thellë dhe e natyrshme. Shpirtrat që kanë kaluar në për shumë jetë shpesh posedojnë një aftësi të jashtëzakonshme për të ndier emocionet e të tjerëve. Ju mund të hyni në një dhomë dhe të perceptoni menjëherë atmosferën emocionale, pa pasur nevojë për fjalë. Kjo ndjeshmëri mund të jetë dërmuese, turmat ose energjitë e forta emocionale mund t'ju lënë të raskapitur. Por kjo është gjithashtu një dhuratë e rrallë. Kjo empati nuk është vetëm inteligjencë emocionale, është një shenjë e pjekurisë shpirtërore, e formësuar nga përvojat e shumë jetëve. Ju ndjeni thellë, por shpesh arrini të mbani një ekuilibër të brendshëm, një qetësi që vjen nga përballja me stujë emocionale në të kaluarën. Me kalimin e kohës, kjo aftësi mund t'ju çojë drejt roleve si shërues, këshilltar apo udhëzues, pasi njerëzit natyrshëm tërhiqen nga urtësia juaj e heshtur. 3. Talente dhe pasione të pashpjegueshme. A keni ndonjë aftësi ose pasion që duket se ka lindur me ju? Ndoshta luani një instrument muzikor me lehtësi të çuditshme, ose jeni të tërhequr nga kultura të lashta që nuk i keni studiuar kurrë. Këto nuk janë rastësi. Shpirtrat e rimishëruar shpesh sjellin me vete mjeshtëri të zhvilluara në jetë të mëparshme. Kur këto aftësi rishfaqen, ato ndihen si kujtime, jo si diçka e re. Këto talente mund të shfaqen edhe si ndryshime të papritura në jetë. Një profesionist i teknologjisë mund të ndiejë një thirrje të fortë për të studiuar mjekësinë bimore, ose një banor i qytetit mund të dëshirojë të jetojë në një vend të shenjtë. Këto impulse reflektojnë shtigje të vjetra të shpirtit tuaj që kërkojnë të integrohen në të tashmen. 4. Urtësi intuitive dhe shpirtërore. Shpirtrat e lashtë shpesh ndjejnë një lidhje të natyrshme me spiritualitetin, edhe pa ndonjë ekspozim formal. Ju mund të jeni tërhequr nga meditimi, filozofia apo idetë mistike dhe koncepte si karma ose energjia hynore mund t'ju duken të njohura. Kjo nuk është diçka që keni mësuar, është diçka që shpirti juaj e di tashmë. Kjo urtësi shfaqet edhe në vendimet e përditshme. Ju mund të zgjidhni miq, punë apo rrugë në jetë me një intuit që duket pothuajse e mbinatyrshme. Kjo saktësi vjen nga një njohje e modeleve të vjetra, e fituar përmes përvojave të shumë jetëve. Shpirti juaj vepron si një udhërrëfyes i brendshëm, duke ju drejtuar drejt qëllimit tuaj të vërtetë. 5. Ëndra të gjalla dhe xhavu. A keni pasur ëndra që duken si kujtime nga një kohë ose vend tjetër? Shpirtrat e rimishëruar shpesh përjetojnë ëndra të detajuara, të ngarkuara emocionalisht, të vendosura në epoka të kaluara. Po kështu, déjà vu, janë ndjesia se keni jetuar tashmë një moment, është një shenjë e zakonshme. Këto përvoja janë mënyra se si shpirti juaj ka përcen barierat e harresës, duke ju lidhur me historinë tuaj më të gjerë. Ëndrat e përsëritura, si ecja në tempuj të lashtë ose takimi me njerëz të panjohur por të njohur, mund të jenë fragmente të jetëve të kaluara. Ato shpesh shfaqen në momente kyçe dhe zbehen kur mesazhi i tyre është kuptuar, duke shërbyer si një urmë mes të tashmes dhe të shkuarës. 6. Frikëra dhe fobi të pashpjegueshme. Disa frikëra duken pa origjinë në jetën tuaj aktuale. Ndoshta keni një frikë të pashpjegueshme nga uji, zjarri ose lartësitë, pa ndonjë përvojë traumatike që ta justifikojë. Këto mund të jenë gjurmë të plagëve të vjetra, të bartura nga jetë të mëparshme. Frika nuk është dobësi, është një sinjal që shpirti juaj po ju tregon një kapitull të pasgjidhur. Këto fobi mund të shfaqen edhe fizikisht, si rrahje të shpejta zemre ose ankth i papritur. Terapitë si regresioni ose shërimi energjetik mund të ndihmojnë në zbulimin e origjinës së tyre, duke i lejuar shpirtit të çlirojë barrën që ka mbartur për shekuj. Çdo frikë mund të jetë një çelës për shërimin e një pjese të harruar të vetes.
7. Lidhje të menjëhershme me të panjohur. A keni takuar ndonjëherë dikë dhe ndier një lidhje të menjëhershme, sikur e njihni prej gjithmonë? Këto takime nuk janë rastësore. Shpirtrat shpesh rimishërohen në grupe duke u takuar si miq, të dashur apo edhe rival për të zgjidhur karma ose për të forcuar lidhje. Këto marrëdhënie mbartin një peshë emocionale që të i kalon kohën. Këto lidhje mund të jenë të bukura, si dashuri e thellë, ose sfiduese, si konflikte që nxisin rritjen. Në çdo rast, ato janë të shenjta dhe shërbejnë për të përfunduar cikle të vjetra. Nëse ndjeni një nevojë të fortë për të falur ose për të zgjidhur një marrëdhënie, shpirti juaj mund të jetë duke punuar për të mbyllur një kapitull të lash. 8. Kujtime spontane të jetëve të kaluara. Ndonjëherë, kujtimet e jetëve të kaluara shfaqen pa paralajmërim, veçanërisht gjatë fëmijërisë. Fëmijët mund të përshkruajnë vende ose ngjarje me detaje të habitshme, të cilat ndonjëherë konfirmohen nga historia. Tek të rriturit, këto kujtime mund të dalin gjatë meditimit, udhëtimeve ose momenteve intensive emocionale. Edhe pa imazhe të qarta, mund të ndjeni një siguri intuitive për moshën e shpirtit tuaj. Këto çaste janë njëhona të një historie më të madhe që shpirti juaj e mban gjithmonë. Në momente të veçanta, si lindja, vdekja ose krijimtaria artistike, veli mes jetëve hollohet duke ju lejuar të lidheni me identitetin tuaj të përjetshëm. Përfundim. Të njohësh këto shenja nuk ka të bëjë me kuriozitetin, por me kuptimin e kontekstit të shpirtit tënd. Ato ndihmojnë të shpjegosh instinktet, plagët dhe dëshirat që formojnë jetën tënde. Ti nuk je vetëm një individ në këtë moment, je një shpirt me një histori shekullore, i kthyer për të mësuar, shëruar dhe kujtuar. Duke dëgjuar këto sinjale, fillon të jetosh jo vetëm këtë jetë, por gjithë udhëtimin tënd të përjetshëm. Reflekto, cilat nga këto shenja ke ndier në jetën tënde? Ndaje përvojën tënde dhe vazhdo të eksplorosh misterin e shpirtit tënd.